Shkodër zhvillohet ndeshja finale ndërmjet skuadrave Partizani të ushtrisë kombëtare dhe asaj përfaqësuese të qytetit. Kjo lojë do të përcaktoj skuadrën fitonjëse të kampionatit për vitin 1949. Megjithëse skuadra përfaqësuese e Shkodrës ka vënë gjithë përpjekjet për fitoren e saj, që e pret me padurim populli i qytetit, skuadra Partizani me shkatësinë dhe teknikën e saj qëndron në superioritet të kundërshtarit. Po ja vitet fundit, deri tashti fitoria është me skuadrën Partizanit. Gol, ndeshja përfundon 2-1 në favor të skuadrës Partizanit.